Një jetë në shërbim të njerëzimit. Kjo ishte motoja nën të cilën në Shkup u shënua ditëlindja e Nëna Terezës. Në Muzeun e Artit Bashkëkohor, jeta dhe vepra e nobelistes shqiptare u rikthye në vëmendje përmes një aktiviteti qendror, ku u bashkuan përfaqësues institucionesh dhe figura politike. Mesazhi i aktivitetit ishte i përqendruar në trashëgiminë e Nëna Terezës dhe vlerat e humanizmit që ajo la pas. Hapjen zyrtare të manifestimit e bëri zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje europiane Bekim Sali, i cili vlerësoi simbolikën e nisjes së punimeve të autostradës Shkup-Blac pikërisht në ditëlindjen e Nëna Terezës. Ai theksoi se kjo rrugë do të afrojë njerëzit dhe do të forcojë lidhjet mes dy vendeve, në frymën e humanizmit, dashurisë dhe respektit për tjetrin, që përfaqësonte Nëna Tereza. Le ta kujtojmë sot Nënë Terezën me krenari për origjinën e saj dhe për lidhjen e saj të pandashme me Shkupin tonë. Por, le ta kujtojmë edhe me përgjegjësinë që të mos mbetemi vetëm te krenaria. Sot Maqedonia e Veriut në përgjithësi, Shkupi në veçanti dhe shqiptarët nga gjithë bota e kujtojmë me nderim dhe krenari emrin dhe veprën e Gonxhe Bojaxhiut Nënës Terezë. Andaj le të jetë misioni Nënës Terezë frymë dhe frymëzim edhe i veprimit tonë. Në këtë ngjarje, i ftuar nderi ishte kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili foli për figurën dhe trashëgiminë e Nëna Terezës. Sot me 26 gusht, në ditën e lindjes së anjes Gonxhe Bojaxhiut, jemi mbledhur në Shkup për të kujtuar një prej figurave më të njohura shqiptare të shekullit 20. Një grua e cila nga ky qytet do të nisej drejt një rrugtimi që do ta çonte shumë për te vendlindjes së saj dhe do ta bënte të njohur në mbar botën për humanizmin dhe përkushtimin ndaj njerëzit. Rrugëtimi i saj u soll në vëmendje edhe përmes librit Udha misionare e Gonxhe Bojaxhiut drejt Nëna Terezës Universale të profesor doktor Skender Asanit, kushtuar udhës së Gonxhe Bojaxhiut nga Shkupi drejt figurës së Nëna Terezës Universale. Ky botim solli një vështrim mbi rrugëtimin e Gonxhe Bojaxhiut nga Shkupi dhe formimin e saj shpirtërore njerëzor deri në shndërrimin e saj në një nga figurat më të njohura të humanizmit universal. Sot në ditëlindjen e Gonxhës son, nga Shkupi i saj, po e nisim edhe një herë udhën e saj drejt botës. Nuk po promovojmë vetëm një libër dhe nuk po hapim vetëm një ekspozit. Sot po kthehemi te burimi, te koha kur bota ende nuk e njihte Nënë Terezën. Por kur në shpirtin e Gonxhe Bojaxhiut kishte filluar të linte misionarja që një ditë do t'i përkiste mbar njerëzimit. Ndërkaq, kjo ngjarje u mbyll duke rikujtuar mesazhin e humanizmit dhe dashurisë për njeriun që la pas Nëna Tereza, ndërsa manifestimi vijoi me hapjen e ekspozitës kushtuar jetës dhe veprës së saj, koktejlin e organizuar në këtë rast dhe fotografinë e përbashkët të funksionarëve.